Në një mbrëmje të organizuar si spektakël i vërtetë është hedhur në Washington shorti për kompeticionin më të rëndësishëm të futbollit, Kupa e Botës 2026. Kombëtarët e kualifikuara kanë mësuar kundërshtarët në grupe në kompeticionin që do të zhvillohet verën e vitit të ardhshëm në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Kombëtarja jon, e cila ka ende 2 ndeshje për të luajtur në fazën play-off përballë Polonisë dhe fitueses së duelit Ukrainë-Suedi, nëse do të kualifikohet në këtë kompeticion, do të gjejë përballë ekipet e Holandës, Japonisë dhe Tunizisë. Teksa Kosova, nëse mund Slovakinë dhe një mes çiftit Turqi-Rumani, do të gjejë në grup ekipet e SBA, Australisë dhe Paraguajt. Goglat edhe këtë herë kanë sjellë surpriza duke vendosur përballë njëra tjetrës që në ndeshjet e para, disa gigantë të sportit më të bukur të luajtur me këmbë. Argentina do të gjejë Austrinë në grupin 1, teksa Holanda do të hapë kompeticionin përballë Japonisë. Një përballje vërtet interesante do të jetë ajo mes Brazilit dhe Marokut. Shorti u ndoq drejt për drejt nga presidenti e Meksikës Claudia Sheinbaum, kryeministri kanadez Mark Carney dhe kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump, i cili u nderua gjithashtu me çmimin e paqes nga FIFA nga vetë kreu i këtij institucioni, Gianni Infantino. Modelja Heidi Klum, komediani Kevin Hart dhe aktori Dani Ramirez ishin prezantuesit e këtij eventi, teksa para shortit pati edhe performanca muzikore nga Andrea Bocelli, Robbie Williams dhe Nicole Scherzinger. Kupa e Botës në futboll do të zhvillohet për herë të parë në 3 vende: Kanada, Meksik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026. Ndeshja hapëse do të jetë ajo mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut.